E vërteta e fshehur. Këto 4 shenja do të mbeten pa fjalë nga një lajm I papritur sot. Kujdes. Përgatituni për të mbetur pa fjalë. Një lajm I papritur po shkakton një val shoku te 4 shenja. Kjo është një e vërtetë e fshehur që do t'ju ndryshojë ditën. A jeni ju në këtë listë? Sot nuk është një ditë e zakonshme. Yjet kanë një mesazh urgjent dhe të papritur. Ky është një lajm që do të mbërrijë sot dhe do të lërë pa fjalë 4 shenjat të zodiakut. Nuk bëhet fjalë për një ndryshim të vogël, por për një zbulim të vërtetë që ka qenë I fshehur prej kohësh. Ky lajm do të jetë I lidhur me financat, marrëdhëniet ose një mundësi karriere që nuk e keni pritur. Qëllimi është t'ju përgatisim për këtë val shoku dhe t'ju tregojmë si të veproni. Le t'i zbulojmë menjëherë shenjat dhe e vërteta e fshehur që I pret. Bricjapi. Për ju, bricjap, lajmi I papritur do të vijë drejt për drejt nga fusha profesionale. Një detaj që ju ka shpëtuar ose një informacion që është mbajtur sekret do të zbulohet, duke ju ofruar një avantazh të madh ndaj konkurrentëve. Ky zbulim mund të jetë I lidhur me një rritje page të papritur, një bonus që nuk e prisnit, ose një shans për të marrë një projekt të lënë pezull. Mos mbetni pa fjalë, por veproni me shpejtësi. Qëndrueshmëria dhe puna juaj e palodhur më në fund do të kompensohen. Ndoshta keni ndjerë se po punoni më shumë se sa shpërbleheni, por ky lajm do ta kthejë këtë situatë në favorin tuaj. Jini të hapur ndaj ndryshimeve, edhe nëse vijnë nga një burim I papritur. Daforia. Lajmi I papritur për ju do të prek sferën e ndjenjave dhe shtëpisë. Mund të zbuloni një të vërtetë rreth një personi të afërt të familjes që do t'ju lërë plotësisht pa fjalë. Kjo e vërtet, sa do e papritur, do të jetë në fund një forcë çliruese. Për dikë beqar, mund të jetë një mesazh apo një thirrje nga një person I së kaluarës që kthehet me ndjenja të vërteta. Lajmi do të jetë emocionalisht intensiv, prandaj përgatituni. Ky moment do t'ju detyrojë të ndryshoni prioritetet tuaja, duke u fokusuar më shumë te mirëqenia juaj emocionale dhe paqja në shtëpi. Mos u mbyllni në vetvete, ndajeni emocionin tuaj me ata që I besoni. Akrepi. Për akrepin, e vërteta e fshehur po vjen nga një marrëdhënie e ngushtë, qoftë një partner biznesi apo partneri juaj në dashuri. Do të kuptoni një detaj rreth qëllimeve të tyre që do të jetë një goditje e madhe, por pozitive. Kjo do t'ju bëjë të ndryshoni mënyrën si I menaxhoni financat e përbashkëta ose si ndani të ardhmen. Nëse keni dyshuar për diçka, ky lajm do të sjellë qartësi. Mos u trembni, sepse kjo e vërtet do t'ju çlirojë dhe do t'ju bëjë më të fortë. Është koha për të marrë një vendim të guximshëm dhe për të shfaqur forcën tuaj të brendshme. Lajmi I papritur ka qëllim t'ju ndihmojë të rindërtoni marrëdhëniet tuaja mbi baza më të qëndrueshme. Peshqit. Peshqit, lajmi juaj I papritur është I lidhur me shpërblimin e një pune të fshehtë që keni bërë. Kjo mund të jetë një njohje nga dikush me ndikim për një projekt që keni lënë pas dore, ose një mundësi shërimi shpirtëror që nuk e prisnin. Lajmi do t'ju lërë pa fjalë, sepse vjen nga një burim I papritshëm dhe do t'ju jap një ndjenjë të re të vetbesimit. Mos u fshihni. Përkundrazi, përdoreni këtë moment për të dalë në dritë dhe për të ndarë talentin tuaj me botën. Kjo e vërtet e papritur është një bekim, por duhet të veproni menjëherë për të përfituar nga kjo val. Besojini ndjenjes tuaj dhe ndiqni intuitën, sepse ajo po ju udhëheq drejt fatit të madh. Ky ishte lajmi I papritur që ju pret sot. Ju I keni të gjitha udhëzimet, tani topi është në fushën tuaj. Mos kini frikë nga shoku, sepse kjo e vërtet e fshehur është një dhuratë e universit. Vepër shpejt. Tani, menjëherë pas kësaj videoje, ju keni një tjetër shans të madh përpara. Mos e humbni videon ton të dytë sot në orën 18:00. Fatë bomba. 3 shenja do të fitojnë para në 7 ditët e ardhshme. Lajmi po vjen. Abonohuni, aktivizoni zilen dhe shihemi në orën 18:00.